Të gjithë individët të cilët kanë në pronësi pasuri të paluajtshme kanë të drejtë që nga data 1 janar deri në dhjetor 2026 të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut me një tatim të reduktuar në 5%. Duke e cilësuar si një mundësi të mirë këtë fushat, drejtori ekzekutiv i shoqatës së pasurive të paluajtshme, Reinaldo Pipiria, sqaron për Radio Televizionin Shqiptar edhe procedurat që duhen ndjekur për kryerjen e rivlerësimit. Pasi bëhet kërkesa pranë ASHK-s, pra qoftë drejt për drejt, qoftë me ekspertin në vlerësim pasurive të paluajtshme, pasi bëhet raporti, aplikohet nëpërmjet sistemit Tillbenja në ASHK për rivlerësimin e pronës. Do të ngelet në pritje më pas që ASHK të procesojë kërkesën, qoftë kjo thjesht për çmim referencë apo merr raport vlerësimi, ti komunikojë qytetarit faturën, vlerën, tatimin që ka për të paguar, dhe më pas të paguhet tatimi mbi fitimin kapital, që në këtë rast do të jetë tatimi i rivlerësimit 5%, nëpërmjet një nga bankave të nivelit 2 në Shqipëri. Por çfarë humbasin ata individ të cilët nuk e rivlerësojnë pronën me ligjin e ri? Në 2026 po të bëhet një favor, po të jepet një mundësi që të paguash 3 herë më pak, pra nga 15 ta paguash 5%. Si nëse e tregton, edhe nëse nuk e tregton. Sepse ndoshta ti nuk do ta tregtosh pronën gjatë 2026, por mund ta tregtosh 2027-ën, 2028-ën. Në atë moment, nëse ti nuk e ke bërë procesin e rivlerësimit, do paguash 15% çmimi i blerjes, çmimin e shitjes. Sipas ligjit, qytetarët që kanë kryer rivlerësimin kanë mundësi të paguajnë tatimin mbi fitimin nga shitja e pronës deri në mars të vitit 2026.